Me ishte Zoti, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Vëllezër, jemi në Ungjilli sipas Gjonit, faqja 127, kapitulli 14, nga vargu 15. Ungjilli i Gjonit 127, faqja 14, kapitulli 15, vargu. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër, që do t'i qëndroj përgjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Nuk do t'ju lë bonjakë, do të kthehem tek ju. Te pak kohë dhe bota nuk do të më shohë më, por ju do të më shihni, sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Atë ditë do të mësoni se unë jam në Atin tim dhe se ju jeni në mua dhe unë në ju. Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Dhe kush më do mua, ati im do ta doje dhe unë do ta dua dhe do t'i dëftehem atij. Juda jo Iskarioti i tha, Zot, si vallë do të na dëftehesh neve dhe jo botës? Jezus ju përgjigj dhe tha, nëse ndokush më do ta zbatoj fjalën time, edhe ati im do ta dojë dhe ne do të vijmë tek ai dhe do të bëjmë banesë tek ai. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia, dhe fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por e Atit që më ka dërguar. Ju kam thënë këto gjëra, ndërkaq që jam me ju. Por ngushëlluesi, fryma e shenjtë që Ati do ta dërgoj në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Unë po ju lë paqe, po ju jap paqen time. Unë po ju a jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u tronditë dhe mos u friksoftë. Ju keni dëgjuar që ju thashë, unë po shkoj dhe do të kthehem tek ju. Po të më donit, do të gëzoheshit, sepse unë thash po shkoj tek Ati, sepse Ati është më i madh se unë. Dhe ju e kam thënë tani para se të ndodhë, që kur të ndodhë, të besoni. Nuk do të flas më gjatë me ju, sepse po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë në mua. Por kjo ndodh që bota ta njohë, se unë e dua Atin dhe se bëj ashtu siç Ati më ka urdhëruar. Çohuni të ikim prej këndej. Amin. E falenderojmë Perëndinë, vëllezër, aleluja. Gjithmonë për fjalën që Zoti na jep, sepse janë fjalë të Jezus Krishtit, fjalë të Atij, motra dhe vëllezër, aleluja, që la gjithçka në qiell dhe erdhi në tokë, mori shëmbëllim mishi mëkatar, që të na ndjeje, të na kuptoje për të gjitha gjërat që kalon njeriu në mish. Erdhi mori shëmbëllim mishi mëkatar dhe na tregoi, vëllezër, lavdi emrit të shenjtë, që Perëndia ka një qëllim. Qëllimi i Perëndisë është që njeriu të shpëtohet, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. E falenderojmë Perëndinë. Dhe realizohet, motra, vëllezër, aleluja, me ardhjen e Jezus Krishtit në tokë, që ishte fjala e Perëndisë, që ishte nga fillimi, motra dhe vëllezër, që ishte në Perëndinë dhe që është Perëndi. Nëpërmjet tij, thot, fjalës,
u realizua gjithë shka që në shoj. Ky është Jezus Krishti që erdhi në ne, lavdi Perëndisë, që mori shëmbëllim mishi mëkatar, që erdhi të bëj vullnetin e Perëndisë, lavdi emrit të shenjtë, që ne të shpëtohemi. Ai erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja, për të na dhënë një shembull të gjithëve se si mundet njeriu të shpëtohet. Çfarë duhet të bëj njeriu që të ketë jetë të përjetshme? Dhe Jezus Krishti foli, motra dhe vëllezër, dhe na dha mësime të mëdha. Dikush vajti, thotë, të takojë Jezus Krishtin dhe është gjë e bukur, motra dhe vëllezër, aleluja, të jetosh në përjetësi, të jetosh në parajsë. Dhe shkon një i pasur, thotë, i afrohet Jezus Krishti dhe e pyet, çfarë duhet të bëj që të jetoj në përjetësi? Dhe Zoti i tha, zbato urdhërimet që ti janë dhënë. Ai tha, urdhërimet i kam zbatuar që në fëmijëri. Çdo të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, urdhërimet i kam zbatuar që në fëmijëri. Ai njihte, përmendesh, motra dhe vëllezër, aleluja, ligjin e Mojsiut. Por ligji, motra dhe vëllezër, në vetvete sjell një ndryshim në jetën e njeriut. Dhe Zoti kur e pa këmbënguljen e djalit që tha, i kam zbatuar këto gjëra, i tha, problemin që kishte, diçka të mungon, tha. Shit çdo gjë që ke dhe jepu au të varfërve, dhe do të kesh një thesar në qiell. Kur i dëgjoi këto fjalë, thotë, motra dhe vëllezër, i riu u turroq, si mundet, tha, që pasurinë time t'ua jap të tjerëve, ta ndaj me të tjerët atë trashëgimni që kam marrë nga ati im, t'ua jap të tjerëve. Ishte ligji, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndin me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënde, me gjithë mendjen tënde. Dhe i njëjti urdhërim që e dëgjuam nga farisejt, motra, aleluja, është duaj të afërmin tënd, por si vetveten. Këtë urdhërim, motra dhe vëllezër, i kujtoi Jezus Krishti këtij të pasuri. Duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Dhe se cili ishte i afërmi i atij njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, e pyetën farisejt. Mos janë njerëzit e mi, mos janë të afërmit e mi. Dhe Zoti e mësoi gjithë tufën, gjithë ata që dinin ligjin dhe kishin ligjin dhe e mbanin fort ligjin, motra dhe vëllezër, ashtu si ky djalë mbante fort ligjin, e kam zbatuar që në fëmijëri. Zoti i tha, këtu është dobësia. Që ti thua e kam zbatuar, por duhet në praktikë, motra dhe vëllezër, aleluja, ta zbatojmë fjalën e Perëndisë. Jo thjesht ta dimë, por ta vëmë në praktike. Dhe të gjithë e dimë historinë që ju tregoi Jezus Krishti, se kush ishte i afërmi, motra dhe vëllezër, i atij nevojtari. Ai që ju gjend pranë, ai që u kujdesua për te, ai që i qëndroi deri në fund, motra dhe vëllezër, aleluja. Shko bëj kështu dhe ti, i tha që di shumë mirë ligjin, i tha skribit, i tha fariseut, i tha dhe këtij djali, motra dhe vëllezër, aleluja, që do të jetojë në mbretërinë e Perëndisë.
Jezus Krishti erdhi vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, që në veten e tij jo të çvlerësoje ligjin, por të përmbushë ligjin e Perëndisë. Dhe të gjithë njerëzit, duke parë në Jezus Krishti, shohin, motra dhe vlezër, aleluja, ligjin e Perëndisë. Lavdi emrit të Shenjtë. Në Jezus Krishti, motra dhe vlezër, u përmbushën të gjithë shkrimet, u përmbush ligji, dhe ai na mësoi gjatë tërkohës, motra dhe vlezër, aleluja, që njerëzit e ndiqnin, turmat e ndiqnin, se çfarë duhet të bëjë njeriu për të trashëguar jetën e përjetshme. Zoti ju tha, motra dhe vlezër, është e ngushtë rruga, por të jep jetë të përjetshme. Është e gjerë rruga, motra dhe vlezër, aleluja, ku shpeshherë e zgjerojmë dhe ne, por të çon në humbje. Prandaj fjala e Perëndisë na flet gjithmonë për një kujdes. Kujdes se si ecim. Kujdes se si dëgjojmë. Kujdes se si veprojmë, motra dhe vlezër, aleluja, në fjalën e Perëndisë. Lexuam pak këtu, motra dhe vlezër, dhe thotë, ai që më do mua, unë dhe ati do të vim dhe do të bëjmë banesë tek ai. Kush është ai, motra dhe vlezër, aleluja, që e do Perëndinë? Dhe ai që ka Perëndinë brenda ti, motra dhe vlezër, aleluja, kush mund t'i bëj keq? Kush mund t'a verë me Perëndinë, motra dhe vlezër, aleluja? Askush. Lavdi emrit të Shenjtë. Ne jemi thirrur, motra dhe vlezër, aleluja, sepse kemi një qëllim, ka një qëllim Perëndia. Të na jap të gjithëve jetën e përjetshme, ky është qëllimi i Perëndisë. Dhe thotë, duke parë këtë objektiv, duke patur këtë qëllim në jetën tonë, motra dhe vlezër, aleluja, gjithë pengesat e tjera që do të vinë në këtë rrugë, nuk mund të na pengojnë, nuk mund të na devijojnë nga qëllimi që ne kemi. Qëllimi është, vlezër, aleluja, që në këtë betejë, në këtë rrugë, në këto vështirësi, të arrijmë fitore. Dhe këtë fitore do të na jap vetëm qëndrueshmëria, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse ne do të jemi të qëndrueshëm, nëse ne vërtet do të qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, vetëm atëherë Perëndia do të banojë në ne, dhe vetëm atëherë ne kemi jetë të përjetshme, sepse jeta e përjetshme është vetë Jezus Krishti, motra dhe vlezër. Lavdi emrit të Shenjtë. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Nëse vërtet thot Zoti më doni, vlezër, zbatoni urdhërimet e mia. Dhe nëse vërtet do të zbatojmë urdhërimet e Perëndisë, jo një pjesë të urdhërimeve, por fjalën e Perëndisë. Unë thot, do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju japë një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë në ju. Nëse më doni dhe zbatoni urdhërimet e mia, unë do t'ju jap një ngushëllues. Ai do t'i jetë përgjithmonë në ju. Sepse keni nevojë, motra dhe vlezër, aleluja, për një ngushëllues në këtë botë. Që t'ju ngushëllojë, motra dhe vlezër, për çfarë? Nëse nuk na mungon asnjë gjë, çfarë ngushëllimi na duhet? Por ky ngushëllues që do të banojë në ju, thotë Zoti, do t'ju tregoj të gjitha gjërat dhe do t'ju zbuloj të gjitha gjërat që unë ju kam folur juve.
fjalën e Perëndis. Në çdo situatë që të ndodhesh, ngushëlluesi që qëndron në ty përgjithmonë, ai do të zbulojë dhe do të thotë, po kjo nuk ndodhi me Zotin, po për këtë nuk foli Jezus Krishti. Ky është ngushëlluesi që na jep forcën, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk është rastësi, motra dhe vëllezër, aleluja, gjendja ime, por çfarë? Është rrugë që unë do ta kaloj me Jezus Krishtin. Dhe fryma e shenjtë thot kur ajo. Dhe fryma e shenjtë thot kur s'kam për të braktisur. A nuk janë fjalët e Zotit? Unë jam përgjithmonë me ty. Fryma e shenjtë na flet, motra dhe vëllezër, aleluja. Qëndron në lirinë që të vura. Mos u sklavëro përsëri në botë. A na foli sot fryma e shenjtë. Qëndro në lirinë që unë të vura. Të bëra të lirë. I lirë, motra dhe vëllezër, nuk do të thotë të shoh mbrapa. I lirë do të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk më intereson me që të shoh aty ku isha, të kthehem aty ku isha. Të jetoj ashtu siç jetojnë gjithë njerëzit e tjerë. Kjo është rrugë tjetër. Kjo është rruga e pendimit, vëllezër, aleluja. Që ashtu si gjithë të tjerët ecnja dhe unë dhe kuptova që është një rrugë pa krye. Ka ardhur dikush, motra dhe vëllezër, aleluja, që të më drejtojë në një rrugë që të jep jetë të përjetshme, e shoh, kuptoj dhe pendohem. Dhe kthehem, motra dhe vëllezër. Kthehem, nuk do thotë të vazhdoj përsëri në atë rrugë, por kthehem dhe ec në këtë rrugë që Zoti më sugjeron. Kjo është rruga që më jep jetë të përjetshme. Frymën e së vërtetës. Që bota nuk mund ta marrë. Nëse ke frymën e së vërtetës, nuk mund të jesh njësoj me botën. Bota nuk e ka këtë frymë që ti ke. Nuk mund të ecësh njësoj me botën, sepse kjo frymë që ti ke, diku tjetër do të shpjerë. Bota ka një rrugë tjetër, motra dhe vëllezër, dhe fryma vjen dhe na jep forcë për të qëndruar në këtë rrugë që Zoti japi për ne. Është tjetër rrugë, ndryshe mendoj, e falenderojmë Perëndin. Bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh. Por ju e njihni, sepse qëndron në ju dhe do të jetë në ju. Ju e njihni, motra dhe vëllezër, ka frymën e së vërtetës. Sepse qëndron në ju, ecën me ne, motra dhe vëllezër. Aleluja. Është e vërtetë, motra dhe vëllezër, aleluja, që fryma e shenjtë që Zoti ju tha apostujve, qëndroni bashkë derisa të merrni ngushëlluesin, frymën e shenjtë. Qëndroni bashkë dhe ai do të jetë fuqi për ju. Ai do t'ju ngushëllojë, ai do t'ju udhëzojë, do t'ju jap forcë për të qëndruar në këtë rrugë të re. Është rrugë tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është një rrugë si gjithë të tjerët dhe kemi dhe një orar, motra dhe vëllezër, aleluja, kishën. Jo, është jetë tjetër. Nëse nuk do ta kuptojmë që krishtërimi, motra dhe vëllezër, aleluja, është jetë tjetër, është rrugë tjetër që s'ka asnjë lidhje, motra dhe vëllezër, aleluja, me botën, ne nuk mund të ecim dot. Ne nuk mund të gjejmë kënaqësi në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse nuk e kuptojmë që kjo është rrugë tjetër, jetë tjetër, ndryshon, motra dhe vëllezër, aleluja, qenien tonë, njeriun, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk mendon si të tjerët. Nuk lufton si të tjerët, motra dhe vëllezër, aleluja. Por çfarë? Cili është qëllimi? Qëllimi, motra dhe vëllezër, është
të bëhet vullneti yt si në qiell dhe mbi dhe. Kur të luteni, mësoi Jezus Krishti, vëllezër, aleluja, të luteni kështu: Ati im që je në qiell, u bëft vullneti yt si në qiell dhe mbi dhe. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja. Të bëhet vullneti i Perëndisë në mua, në jetën time. Dhe gjithë pjesa tjetër e lutjes, motra dhe vëllezër, aleluja, është plotësuese. Bukën e përditshme fal na Zot. Na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne të tjerëve. Kjo është lutja e të krishterit, motra dhe vëllezër, aleluja. Si falim ne? Ashtu si unë ju fala juve, thot Jezus Krishti. Jezus Krishti nuk erdhi dhe fali të krishterët, motra dhe vëllezër, aleluja. Jezus Krishti erdhi dhe fali mëkatarët. Ata që ishin në mëkat. Për ata erdha, thot motra dhe vëllezër. Për mëkatarët erdha. Lavdi e emrit të Shaj. Kjo është rruga e të krishterit. Edhe ne duhet të falim, motra dhe vëllezër, aleluja, mëkatarët. Ata që bëjnë kundër nesh, motra dhe vëllezër, diçka. Fal, thot Zoti. Të jeni të ngjashëm. Kur mund të falë njeriu, vëllezër, aleluja? Vetëm nëse është në udhëheqjen e ngushëlluesit e frymës së Perëndisë. Pa mua, ju nuk mund të bëni dot asgjë, thot Zoti. Prandaj tha nuk do t'ju lë vetëm. Prandaj tha nuk do t'ju braktis, por do t'ju dërgoj ngushëlluesin që do të jetë përgjithmonë në ju. Nuk do t'ju lë bonjakë, do të kthehem tek ju. Nuk do t'ju le përgjithmonë në këtë gjendje, thot motra dhe vëllezër, vetëm. Ai ishte me të zgjedhurit, ishte, motra dhe vëllezër, në botë. E falenderojmë Perëndinë. Por është ora që ai do të shkojë tek Ati. Është ora, thot motra dhe vëllezër, aleluja, që unë do të ngjitem lart. Pak më përpara, në fillim të kapitullit, thot, në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Unë po ju them do shkoj, t'ju përgatis vend dhe do të kthehem, që t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Vepra e Perëndisë, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Dhe këtu thotë, nuk do t'ju lë bonjakë, për pak kohë do të jetë kjo gjë, kjo ndarje, dhe unë do të jem përgjithmonë me ju. Do kthehem tek ju. Dhe letra në Selanikasit, motra dhe vëllezër, na thotë, pastër, e falenderojmë Perëndinë. Megjithse e kemi lexuar, do ta lexoj përsëri, vëllezër, aleluja, për të qenë sakt në atë çka thot Zoti në letra drejtuar Thesalonikasve, letra e parë. Është pikërisht ky premtim i Jezus Krishti, që thot nuk do t'ju lë bonjakë. Sepse Zoti vetëm me një urdhër, me zekry e engjëlli dhe me borinë e Perëndisë do zbres nga qielli. Dhe ata që vdiqën në Krisht do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi retë për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për erë bashkë me Zotin. Ngushëllojeni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Për këtë po ju flet Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Që unë nuk do t'ju lë bonjakë, nuk do të jeni vetëm, por do të vi, do t'ju marr, ata që janë larguar do ngrihen të parët, ju që keni mbetur do të transformoheni, e falenderojmë Perëndinë, dhe bashkë me ata
do të takohemi mbi rejtë, thotë motra dhe vëllezër. Në ajër do të bëhet ky takim. Dhe që nga ky moment, ne nuk kemi për të ndarë kurrë, thotë, nga Perëndia. Ky është qëllimi i Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të jetojmë përjetësisht në praninë e Perëndisë. Dhe prandaj Zoti për të arritur këtë qëllim tha, dëshiron bija ime, biri im, të më ndjekësh. Ky është plani i Perëndisë. Nëse dëshiron të më ndjekësh, thotë, qëndro në fjalën time. Ec në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, aleluja, që të shohësh lavdinë e Perëndisë. Nëse nuk mund të ndjekësh, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mund të hysh dot në mbretërinë e Perëndisë. Edhe pak kohë dhe bota nuk do të më shohë më. Bota nuk do më shohë më, nuk do të shfaqem më për botën, thotë motra dhe vëllezër. Nuk do të vim më për botën. Por ju do të më shihni, sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Unë jetoj dhe të gjitha gjërat që Zoti premtoi do të realizohen. Pas ikjes të Zotit, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe jo shumë ditë kaluan, 10 ditë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe çfarë? Zoti dërgoi ngushëlluesin. Dhe gjithë premtimin që ju dha apostujve, motra dhe vëllezër, ata e panë që Zoti është i gjallë, që Zoti kujdeset për ne vazhdimisht. Ju dërgoi ngushëlluesin, motra dhe vëllezër, aleluja. Në ditën e Pendikostisë, zbriti fryma e shenjtë dhe ata ku ishin të mbledhur të gjithë bashkë prisnin këtë premtim, motra dhe vëllezër, e panë. E përjetuan, motra dhe vëllezër, ka ngushëlluesin që do të vijë dhe do të jetë përgjithmonë në ju. Ishte një ngjarje shumë e madhe për krishtërimin, motra dhe vëllezër, sepse aty filloi vepra e apostujve, vepra e Zotit, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Atë ditë, thotë, do të mësoni se unë jam në atin tim. Dhe se ju jeni në mua dhe unë në ju. Atë ditë kur të zbres fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, ngushëlluesi në ju, atë ditë ju do të mësoni që unë jam në atin dhe në ju, motra dhe vëllezër, aleluja. Që ndërmjetësoj vazhdimisht për ju, që kujdesem vazhdimisht për ju. Lutuni, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, atit tim, çdo gjë në emrin tim dhe ju do ta merrni. Kjo nuk tregon se nuk ekziston Zoti ynë, motra dhe vëllezër. Kjo tregon që unë dëgjoj lutjet e tua. Gjithmonë jam i vëmendshëm në lutjet e tua, thotë Zoti. E falenderojmë Perëndin. Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Ka diçka, thotë motra dhe vëllezër, këtu do shumë kujdes. Të gjithë duan Zotin, të gjithë kërkojnë Zotin. Por dashuria për Zotin duket, motra dhe vëllezër, aleluja, në urdhërimet e Perëndisë. Ai që ka urdhërimet e mia, dhe i zbaton, është ai që më do. Kur ti i di urdhërimet e Perëndisë dhe i zbaton, që të zbatosh, vëllezër, urdhërimet e Perëndisë, do të thotë flijim, do të thotë përir të dashurisë që kam për te, unë do t'i zbatoj. Sepse e dua më shumë Perëndinë se sa çdo gjë tjetër në mua, në jetën time. Kjo është dashuri hyjnore. La çdo gjë, motra dhe vëllezër, sepse e deshi kaq e shumë njeriu, thotë Perëndia, sa erdhi u porul ku krijesa që Perëndia krijoi
u tallë me të, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ai u përull, duke falur, motra dhe vlezër, dhe duke bërë veprën e cila e çonte njeriu në jetë të përjetshme, në kryq të Golgotës. Nuk e pengoi asnjë lloj gjëje, motra dhe vlezër, aleluja, që të kryente këtë vepër për shpëtimin tonë. Kush do të na pengojë ne për të kapur, motra dhe vlezër, aleluja, jetën e përjetshme? Për të qenë, motra dhe vlezër, aleluja, pjesëtarë qiellor. Vështirësitë. A nuk ndodhen vështirësi në Perëndia, në Jezus Krishti, që erdhi? Çfarë bën me të, motra dhe vlezër, aleluja? Të njëjtën gjë do bëjnë me të gjithë të krishterët. Të njëjtën gjë sot të krishterët përndigjen. Sot të krishterët, motra dhe vlezër, vriten. Sot të krishterët digjen. Në përbotë flas. Falenderojmë Perëndinë për këtu ku jemi, motra dhe vlezër, në vendin tonë, që nuk kemi një lloj përndjekje të tillë. Prandaj duhet, motra dhe vlezër, aleluja, të shohim dhe t'i japim lavdi Perëndisë për gjendjen tonë. Dhe ata që ndrojnë besnik, motra dhe vlezër, aleluja, dhe janë gati të japin gjithçka, sepse dinë ku shkojnë. Flijohen, motra dhe vlezër, ashtu si Jezus Krishti u flijoa për të na dhënë ne jetë të përjetshme. Flijohen, motra dhe vlezër, të krishterët sot. Sepse e dinë qëllimin, motra dhe vlezër, aleluja, që në këtë botë asnjë gjë nuk mund të marrë njeriu. Dhe kush më do mua, ati im do t'a dojë. Shkoni sa e rëndësishme është. Kë do ati, motra dhe vlezër, aleluja? Ati që vën në praktikë fjalën time. Ai që dëgjon fjalën time dhe e vën në praktikë, tregon që e do Perëndinë. Dhe ati im, thot, do t'a doj atë, thot. Dhe unë do t'a dua, dhe do t'i dëftehem atij. Do hyj në dashurinë e Perëndisë, të atit, motra dhe vlezër, dhe unë do t'a dua, sepse vërtet ka kuptuar flijimin tim, qëllimin e Perëndisë, dhe unë do t'i dëftehem atij. Do flas me të. Do jetoj me të, motra dhe vlezër, lavdia e emrit të Shenjtë. Juda jo Iskarioti i tha, Zot, si vallë do na dëftesh neve dhe jo botës? Jezus ju përgjigj dhe tha, nëse ndokush më do ta zbatoj fjalën time, dhe ati im do ta doje, dhe ne do të vijmë tek ai, dhe do të bëjmë banesë tek ai. Nëse dikush më do, motra dhe vlezër, aleluja, dhe vjen në praktikë fjalën time, unë dhe ati im do vim të bëjmë banesë në të. Që do të thotë, motra dhe vlezër, aleluja, ky trupi im do të jetë banesë ku banon Perëndia. Është tempulli ku banon Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe në tempullin ku banon Zoti, duhet të tregojemi të kujdesshëm, vlezër, aleluja, që të banoj Zoti në këtë tempull, do shumë kujdes, vlezër, aleluja, ta ruajmë të pastër këtë tempull të Perëndisë. Pa njolla, motra dhe vlezër, aleluja, jo s'ka gjë, por është tempulli ku banon Perëndia. Dhe çdo gjë, motra dhe vlezër, aleluja, duhet të jetë e pastër. Lavdi Perëndisë. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia. Dhe fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por e atit që më ka dërguar. Ju a kam thënë këto gjëra, ndërkaq jam me ju. Po ju flas të gjitha këto gjëra që do të ndodhin pas kësaj, dhe unë jam me ju,
Por kur të ndodhin motra dhe vlezër, aleluja, atëre do kuptoni gjitha këto që ju kam thënë. Po ju paralajmëroj. Dhe ky paralajmërim është për ne, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse ne kemi një pasqyrë që është fjala e Perëndis, që shohim dhe ecim. Njerëzit më përpara, motra dhe vlezër, aleluja, nuk kishin Bibla. Që të dëgjonin çfarë thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, udhëtonin me ditë, që të shkonin në një vend ku flitej për Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Se asnjëri nuk kishte Bibël me vetë. Asnjëri nuk kishte urdhërimet, motra dhe vlezër, aleluja. Këto vinin dhe i dëgjonin në tempujt ku mblidheshin besimtarët, në vendet ku mblidheshin besimtarët, dhe dëgjonin fjalën e Perëndisë. Sa të privilegjuar jemi kur ne sot e kemi, motra dhe vlezër, në çdo kohë. Çfarë thot Zoti? Lexoj në fjalën e Perëndisë dhe e kuptoj. Nuk duhet të udhëtoj me orë të tëra, motra dhe vlezër, për të ditur çfarë thot Zoti për këtë problem. Ne kemi fjalën e Perëndisë gjithë secili, që mund ta shohim. Ky është privilegji që ne kemi sot. Për këtë, motra dhe vlezër, aleluja, duhet të falenderojmë Perëndin, që secili e ka pasqyrën përpara, në çdo kohë, në çdo moment, fjalën e Zotit përpara, motra dhe vlezër. Lavdi emrin e Shëndet. Por ngushëlluesi, fryma e shenjtë që Ati do ta dërgojë në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha këto që ju thashë. Fryma e shenjtë që do t'ju dërgojë, do të motra dhe vlezër, aleluja, është ai që do t'ju flasë. Si kam frymën e shenjtë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe nuk e dëgjoj zërin e Zotit? Fryma e shenjtë gjithmonë thot do t'ju flasë, do t'ju udhëzojë. Dhe kur fryma e shenjtë flet, motra dhe vlezër, aleluja, në shtëpi, në kishë, kudo, fryma e shenjtë flet. Sa të vëmendshëm jemi për ta dëgjuar zërin e Zotit. Po flet Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe thot, mos shiko gjërat që sheh që ndodhin, motra dhe do ndodhin këto. Të gjitha këto do ndodhin, ju kam lajmëruar, thot këto. Por dashuria ime nuk mundet, motra dhe vlezër, të largohet nga ty, thot. Unë gjithmonë jam me ty, thot. Të mjafton, motra dhe vlezër, aleluja, dashuria ime. Për këtë jemi thirrur, motra dhe vlezër, aleluja, të fitojmë dashurinë e Zotit dhe e fitojmë dashurinë e Perëndisë vetëm kur ne zbatojmë fjalën e Perëndisë. Ai thot do të bëj banesë në ne. Ju keni dëgjuar që ju thash unë po shkoj dhe do të kthehem tek ju. Po të më donit, do gëzoheshit. Sepse unë ju thash po shkoj tek Ati, sepse Ati është më i madh se unë. Dhe ju e kam thënë tani para se të ndodhë, që kur të ndodhë, të besoni. E falenderojmë Perëndin. Ju kam lajmëruar para se të ndodhin të gjitha këto gjëra, që kur të ndodhë, të besoni. Mbajmë të motra dhe vlezër, aleluja, kur hyra për herë të parë në kishë, pash dashurinë e Perëndisë në vlezërit. Pash një dashuri për te asaj që mund të kisha përjetuar nga vlezërit. E falenderoj Perëndin. Por kjo që thot fjala e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, për ngushëlluesin, ishte pak e vështirë, motra dhe vlezër, që ta kuptonja. Dhe kërkonja, Zot, dhe unë dua ta shijoj frymën e shenjtë, të jetoj me frymën e shenjtë. E falenderojmë Perëndin. Dhe kur Zoti erdhi, motra dhe vlezër, aleluja, dhe më dha frymën e shenjtë, nuk ka kënaqësi më të madhe, motra dhe vlezër, aleluja, se sa njeriu të banojë fryma e shenjtë në të, njeriu të ndihet, motra dhe vlezër, aleluja,
një qytetar qiellor. Kur fryma e shenjtë vjen dhe bën banesë në ty, je dikush tjetër. Lavdi e emrit të shenjtë. Të flasë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, me gojën tënde. Kjo ishte për te asaj që mund të imagjinoja unë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe aty që gjithë ndryshimi dhe gjithë shka, motra dhe vëllezër, aleluja, që qëndrojmë dhe lavdërojmë Perëndinë. Zoti asnjëherë nuk ka për të më braktisur. E falenderojmë Perëndinë. Zoti ta bekojë këtë fjalë.